Për çdo problem ose informacion tuajin, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare. Bravo vajza, bravo. Si vini bërë sot? Beautiful vajza. Se po i thoja Xhemit si... Lloj krahasime që unë them mos i thosh në mikrofon Dezi. Po mirë, s'ka jo, po ishin shumë bukura. Po çfarë si ka nesër? Shumë bukura për Julin. Atëherë të dashur miq, besoj e mbani mend një muaj më parë Fiksi ka transmetuar dhe ka denoncuar dhunën që një nën ushtronte ndaj fëmijës së saj, fëmijë i cili ishte i spektrit autik. E mban mend ti Xhemi? E mbaj mend, po si, mbaj mend rastin që denoncoi komshiun tek institucionet përkatëse. Edhe komshiu i kërkuan 8 dokumenta, një listë gjatë dokumentash. Po, aq dokumenta sa duhen 6 vjet me i bë. Po. Në atëherë rezultonte e përgjegjshme përpara ligjit. Sipas dokumentave, gjithmonë sipas atyre që ishin shkruar. Mirë, po ne do ta rikujtojmë edhe një herë si rast. Pse po e rikujtojmë? Sepse Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka marrë disa masa. Ka reaguar. Ka reaguar për këtë çështje. Pas transmetimit ka reaguar për këtë çështje dhe normalisht gjatë nuk qenë kërkesën ashtu siç ishte në fillim. Pra nuk thua që është bërë një rivlerësim i situatës. Po, është bërë një rivlerësim i situatës sociale, ekonomike dhe psikologjike të saj. Okej, shumë. Ta shohim. Një muaj më parë, emisioni Fix Fare ka denoncuar dhunën që ushtronte një nën ndaj fëmijës së saj, i cili ishte i spektrit autik. Kjo zonjë, bashkë me djalin, jetoni në njësinë administrative numër 1 në Tiranë, në lagjen Alidem. Të parët që e denoncuan këtë gjë në institucione ishin fëmijët e zonjës, të cilët trokitën dhe treguan se gjendja e saj psikologjike ishte e rënduar, ndaj edhe fëmia duhet të largohej nga banesa. Në redaksinë e emisionit Fix Fare kam përritur një video me pamje të rënda dhune. Ajo tregon një grua duke ushtruar dhunë ndaj djalit të saj, i cili sipas informacionit të dhënë nga banorët e lagjes, është me autizëm. Momenti më i dhimbshëm i videos është kur nëna pasi kontrollon me shikim rrugicën, nëse ka ndonjë lëvizje, i vë djalit shkelmin në kurriz. Jam një banor nga Tirana, të ngjitur me shtëpinë time, jetojnë 2 njerëz që njëri është një fëmijë autik, është me aftësi ndryshe, kurse ema edhe ajo nuk është në gjendje normale që ta më mbaj edhe të kujdeset për atë fëmijë. Sillet në mënyrë njerëzore me atë fëmijë edhe kërkoj që nga shteti të marrin masa sepse kam shkuar këtë institucionet përkatëse dhe më thonë që fëmia është në kujdesin e tij ëmës. Pra e joma, ligjërisht, sipas institucioneve, është e aftë për të kujdesur për fëmijën, pra nuk ka probleme të shëndetit mendor apo diçka tjetër. Sipas tyre, kështu e kanë cilësuar. Sipas mendimit tim dhe të banorëve të lagjes, ajo nuk është e aftë. Më mbaj veten e jo me fëmijën. Ai fëmijë ka nevojë për kujdes menjëhershëm. Edhe e keq trajton. Dhe e ka trajtuar shumë herë, jo vetëm një herë. Ka shumë persona në lagje që e dinë, dëshmitar. Por s'keni çfarë. Çështja është që ne na mundu vetë, ke institucion përkatës, ke agjencia e mbrojtjes së fëmijëve kemi shkuar, ke njësia lagjes numër 1 kemi shkuar. Na kërkojnë dokumentacione që ne s'kemi lidhje, s'kemi si t'i marrim këto dokumentacione që ato të veprojnë thjesht. Çfarë kërkoni nga Fiksi? Thjesht ai fëmia jetoj sa më mirë, kaq asnjë gjë tjetër. Pas transmetimit të këtij rasti ka reaguar Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, konkretisht Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Tiranë, ku tregojnë se pas transmetimit të emisionit një grup pune ka mbërritur në banesën e zonjës dhe ka rezultuar se zonja ishte në gjendje të rënduar psikologjike. Gjithashtu, kushtet ekonomike dhe psikosociale të tyre ishin të vështira. Ndaj kanë arritur në konkluzionin se fëmia duhet të shkojë në një nga qendrat e zhvillimit, por që është kërkuar edhe një autorizim nga ëma, të cilin e ka firmosur. Ndërkohë për zonjën është vendosur që ajo të shkojë në një banesë sociale. E përshëndesim Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për këtë reagim të shpejtë, për këtë reagim të menjëhershëm.
Jo, po se kujton ti se shteti nuk reagon. Reagon me motor, reagon... Kur ja kujton ca gjëra, Juli, duhet ta shkundësh Kur ja ndonjëherë. kujtojmë neve, pra. Duhet me kujtu fiksi me reagu shteti, po shteti për këtë punë është me reagu edhe pa ja kujtu. Se për këtë punë paguhen nese. Rëndësishme është që reagoj. Rëndësika që ka reaguar dhe për këtë e përshëndesim dhe falenderojmë dhe po merren pra masa që fëmia të sistemohet në një nga këto institucione. Tani, përveç kësaj fiksi në atë kohë transmetoi gjithashtu edhe kushtet e mjerueshme në cilën jetonin këto dy persona. Pra shtëpinë shikoni pak. Kjo ka qenë gjendja e shtëpisë kur neve e kemi transmetuar. Kushtet pa jetueshme. Skandaloze, pra, çnjerëzore gati. Edhe për këtë, pas transmetimit të këtij emisionit Fix Fare, kanë filluar të merren masa nga Bashkia Tiranë. Sepse vetë godina këtu, apo vetë shtëpia, është cilësuar si DS5, e niveli DS5. Pra që duhet shkatruar plotësisht dhe rindërtuar nga e para. Nga e para. Tani të shohim dhe për këtë çfarë ka ndodhur. Përveç dhunës së ushtruar nga nëna ndaj djalit, një tjetër problem ishte banesa e dy individëve të cilët jetonin prej vitesh. Që prej tërmetit të 2019-ës, kjo banesë është klasifikuar në një shkallë shumë të rëndë dëmtimi, siç është ajo DS5. Pra, në këtë banesë nuk duhet të qëndronte më askush, por pjesët e mbetura duhet të shëmbeshin dhe të ndërtohej një e re. Ndërkohë, për të dy banorët duhet të ishte bërë një zgjidhje sociale, siç mund të ishin banesat sociale apo bonusi i qeras. Bashkë me këtë video, janë dërguar edhe materiale të tjera që tregojnë kushtet e rënda të banesës, në të cilën jeton nëna me djalin. Mos më qëtë në televizor, luta. O zonjë, po si mund të jetoni në këtë gjendje? Po, luta? A ke ujë në shtëpi? Jo, s'kom as ujë, as drita, as jo. Nuk ke ujë dhe drita brenda? Jo. Ku laheni, ku ndroheni? Ke motra ime, mori ushqim ki kise, si vë ka ke. Mori ushqim ki kise, ki s'kolla kuqe. Po djali nga është bërë nga ftyra është? O bo vetë. O i hegum raf tërpken. Lutem, heci e nësi. Lutem, hajde. A mund ta shohim banesën tuaj ku jetoni? Hajde, hajde lutem. Po fëmia juaj nuk mund të jetojë në atë gjendje, moj zonjë. Hajde. Mund të jetojë aty fëmia juaj? Di ku se ka pru, di. O zonjë, lëre kush e solli, moj. Fëmia juaj jetë ku fle, moj, ku fle? Ke motra ime. Po unë kam video që është djali në krevat aty, moj zonjë. Ja, djali. A është djali juaj ky? A është në krevat këtu? Po. Po të lutem. Ku se ka pru, më trego drejt. Zonjë, ju lutem. Qona, dil për jashtë! Dil për jashtë! Zonjë, ju lutem. Hajde për jashtë! Më shërë palim të ti! Hajde! Zonjë, ju lutem. Hajde për jashtë! Sa ko ka që nuk lahet banesa juaj? Nëse me kum la për ti! Me transmetimin e kronikës është gjetur zgjidhja edhe për këtë gjë. Këtë herë, strukturat vendore kanë vendosur që zonjën ta çojnë në një banesë sociale, fëmijën ta çojnë në një qendër zhvillimi, e ndërkohë banesa e tyre të rikonstruktohet. Bravo. Po sa mirë, Juli, që Bashkia e Tiranës do t'i sigurojë zonjës një banesë sociale, deri në momentin që të rikonstruktohet e gjithë banesa e saj. Dhe unë këtu gjej rastin në emër të Fix Fare të falenderojmë edhe të përgëzojmë për reagimin e menjëhershëm edhe të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, por edhe të Bashkisë Tiranës, e cila po bën këtë rishikim apo këtë rindërtim të banesës. Tani i ka gjitha mundësitë zonja që mbas një trajtimi dhe mbas një, po them, ku diun, rehabilitimi edhe të shtëpisë së saj, të shikohet, të futet edhe një në ato filtrat e kështu dhe mund ta marrë përsëri fëmijën dhe të jetojnë të lumtur dhe të gëzuar, por kjo do trajtim, duhet trajtuar me seriozitet si çështje. Shumë faleminderit. Publicitet.